Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, 10 shkurti, sjell energji të fortë dhe dëshirë për televizor përpara. Do ndihesh më i motivuar në punë dhe në jetën personale, por duhet të shmangësh vendimet e nxituara. Është ditë e mirë për të nisur projekte të reja ose për të rregulluar çështje të mbetura pezull. Në dashuri, komunikimi bëhet shumë i rëndësishëm. Partneri pret sinqeritet dhe vëmendje, ndërsa beqarët mund të kenë një vëmendje, njohje interesante. Demi, kjo ditë të fton të përqendrohesh tek stabiliteti dhe siguria personale. Në punë, mund të marrësh përgjigje të reja, por durimi yt do të ndihmojë t'i përballosh me sukses. Është moment i mirë për plane afatgjata dhe vendime praktike. Në dashuri, kërkon qetësi emocionale dhe besim. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen, ndërsa beqarët mund të ndihen pak nostalgjik. Binjakët, 10 shkurti, sjell shumë komunikim dhe lëvizje. Mund të marrësh lajme të papritura që ndryshojnë planet e ditës, por fleksibiliteti yt do të ndihmojë të përshtatesh shpejt. Në punë, idetë tua janë kreative dhe do të vlerësohen nga të tjerët. Mjaft të qëndrosh i fokusuar. Në dashuri, është ditë e favorshme për flirt dhe biseda të ngrohta. Çiftet mund të rigjejnë afërsinë përmes humorit dhe dialogut të hapur. Financat kërkojnë organizim më të mirë. Gaforja, kjo është një ditë emocionale për ty dhe ndjeshmëria jote është më e fortë se zakonisht. Në punë, përqendrimi është i nevojshëm për të shmangur gabimet e vogla. Mos lejo që problemet e të tjerëve të rëndojnë tepër. Në dashuri, kërkon ngrohtësi dhe siguri. Partneri ka nevojë për mbështetjen tënde, ndërsa beqarët mund të krijojnë një lidhje emocionale me dikë të ri. Financat janë mesatare, prandaj shmang shpenzimet. Luani, 10 shkurti, të sjell në qendër të vëmendjes dhe karizma jote ndihet nga të gjithë. Në punë, është moment i mirë për të treguar aftësitë dhe për të marrë iniciativa. Në dashuri, pasioni rritet, por duhet të shmangësh dramat e panevojshme. Partneri pret me shumë mirëkuptim, ndërsa beqarët mund të tërheqin dikë me energjinë e tyre pozitive. Financat përmirësohen gradualisht. Virgjëresha, kjo ditë kërkon organizimin dhe vëmendjen ndaj detajeve. Në punë, do jesh shumë produktiv dhe do arrish të përfundosh detyrat që kanë mbetur pezull. Analiza jote është e fortë, por mos e kritiko veten tepër. Në dashuri, mund të mendosh shumë për çdo fjalë. Provo të shprehesh ndjenjat më lirshëm. Çiftet duhet të shmangin kritikat e vogla. Peshorja, 10 shkurti, të sjell nevojë për ekuilibër dhe harmoni. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët është çelësi i suksesit. Ndaj, mos hezito të ndash idetë tua. Mund të marrësh një propozim interesant që kërkon vendim të shpejt. Në dashuri, romantika është në ajër. Partneri pret me shumë vëmendje dhe gjeste të vogla dashurie, ndërsa beqarët mund të njohin dikë që i tërheq menjëherë. Akrepi, kjo ditë sjell intensitet dhe thellësi emocionale. Në punë, ke fokus të fortë dhe aftësi për të zgjidhur problemet të ndërlikuara. Është moment i mirë për vendime strategjike. Në dashuri, pasioni është i lartë, por duhet të shmangësh xhelozinë dhe kontrollin e tepërt. Partneri ka nevojë për besim, ndërsa beqarët mund të ndihen shumë të tërhequr nga dikush. Shigjetari, 10 shkurti, të shtyn drejt aventurës dhe eksplorimit të ideve të reja. Në punë, kërkon ndryshim ose frymëzim dhe mund të lindë një mundësi interesante. Në dashuri, sinqeriteti është shumë i rëndësishëm. Çiftet duhet të flasin hapur,
për planet e së ardhmes, ndërsa beqaret mund të njohin dike nga një ambient i ri ose kulturë tjetër. Britsjapi, kjo ditë për përgjithësi dhe progres personal. Në punë, përpjekjet e tua fillojnë të vihen re dhe mund të marrësh vlerësimin nga e prorët. Është moment i mirë për të vendosur qëllime konkrete. Në dashuri, je pak i rezervuar, por partneri ka nevojë për shumë ngrohtësi emocionale. Beqaret mund të tërhiqen nga dikush serioz dhe i qëndrueshëm. Ujori dhe shkurti sjell ide origjinale dhe dëshirë për liri personale. Në punë, mendon jashtë kornizave dhe kjo të ndihmon të gjesh zgjidhje kreative. Në dashuri, kërkon hapësirë dhe mirëkuptim. Partneri duhet të respektojë nevojën tënde për pavarësi, ndërsa beqaret mund të tërhiqen nga dikush unik dhe i pazakont. Peshqit, kjo ditë është shumë intuitive dhe emocionale për ty. Në punë, ndiq instiktin dhe mos dysho shumë në aftësitë tua. Në dashuri, ndjenjat janë të thella dhe romantike. Çiftet afrohen me shumë përmes bisedave të sinqerta, ndërsa beqaret mund të përjetojnë një lidhje shpirtërore me dikë të ri. Financat kërkojnë kontroll më të mirë. Kreativiteti yt është i lartë. Arti, muzika ose shkrimi do të ndihmojnë të shprehesh emocionet. Merr kohë për veten dhe dëgjo zërin e brendshëm. Një mbrëmje e qetë me meditim ose relaks do të ndihmojë të rifitosh paqen e brendshme. Ky horoskop për 10 shkurtin na kujton se çdo ditë sjell mundësi të reja për rritje personale, reflektim dhe ndryshim pozitiv. Pavarësisht shenjës suaj, energjia e kësaj dite na fton të dëgjojmë me shumë zemrën, por edhe të mbajmë këmbët fort në tokë. Marrëdhëniet kërkojnë komunikim të sinqert, durim dhe mirëkuptim, ndërsa puna dhe ambicjet kanë nevojë për fokus dhe organizim. Është një moment i mirë për të lënë pas mendimet negative dhe për të përqendruar tek ajo që na sjell paqe dhe motivim. Mos harroni se yjet japin udhëzime, por zgjidhjet janë gjithmonë në duart tona. Çdo hap i vogël drejt vetes suaj më të mirë ka vlerë për ju. Jepni vetes kohë për pushim, por falenderim dhe për ëndra të reja. Besoni në procesin e jetës dhe në forcën tuaj të brendshme. Sot është një ditë për të mësuar, për të qeshur. Faleminderit.